Nga dritolet e kërcënimet nuk kanë qenë të pakta rastet kur krimi ka guxuar të godasë dhe uniformën e policisë së shtetit. Përballë kësaj situate dhe në një kohë kur aksionet për goditjen e tij po intensifikohen, qeveria shqiptare ka vendosur që pas gjyqtarëve dhe prokurorëve të marrë në mbrojtje edhe punonësit e policisë, familjarët dhe pronën kur gjatë ushtrimit të detyrës kërcënohen nga krimi i organizuar. Lajmin e dha vetë ministri i Brendshëm Ervin Hoxha pas mbledhjes së qeverisë. Nëpërmjet këtij akti ne synojmë të rrisim bashkëpunimin midis agjensive ligjzbatuese, si asaj të shërbimit informativ, SPAK-ut, në luftë kundër krimit të organizuar. Ky vendim orienton dhe strukturon edhe një herë mënyrën, formën se si një punonjës policie duhet të adresojë një kërkesë ndaj Komisionit të mbrojtjes së masave të posaçme ndaj kërcënimeve, i cili mund të bëhet në dy forma. Forma e parë është forma e menjëhershme, ku drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit lëshon një urdhër për mbrojtjen e punonjësit të policisë, kurse forma e dytë është forma që punonjësi i policisë i drejtohet komisionit nëpërmjet procedurave. Nëpërmjet këtij akti, në zbatim të ligjit të ri të policisë së shtetit, neve hapim sot një udhtim të ri për sakrificën dhe mbrojtjen e punonjësve të policisë nga kërcënimet e shumta që i bëhen për shkak të detyrës. Për herë të parë, blegtorët do të marrin para nga buxheti i shtetit edhe për mbarshtimin e viçave. Skema kombëtare e bujqësisë dhe blegtorisë për këtë vit ka vlerën e 44 milionë eurove dhe vjen me disa ndryshime që i zbardhi vetë ministri Anila Denaj. Me një risi për të gjithë ata të cilët mbarshtojnë viça për majmëri. Dhe kjo është një masë e kërkuar për gjatë gjithë vitit të shkuar për ta shtuar, kështu që unë jam shumë e kënaqur sot që fal vendimit të qeverisë kjo u bë e mundur. Dhe mundson më shumë fermer t'i bashkojnë skemës kombëtare. Meqense sot e aprovuam, do doja të shkoja për çdo mas financimi, përgjedhët deri në 10.000 lop ose mëshqera, 5.000 lek për viçat, jo më pak se 10 krerë. Kjo mas vazhdon të jetë si një kufi i cili mbështet ekonominë e shkallës, por duke nxitur bashkimin, besoj që të gjithë fermerët të cilët kanë më pak se 10 krerë kanë mundësi të përfitojnë nga çdo masë e financimit nga kjo skemë kombëtare. Për bagëtitë e imta, vijon e njëjta masë financimi 1.000-2.000 lek për litër, për krerë, për bletarin është 1.000 lek për koshere, për perimet luleshtrye dhe të rrush tavoline në sera, masa është 200.000 lek për hektar, por jo më pak se 1 hektar. Ndërsa skema e naftës do të pësojë ndryshime pasi do të rriten kontrollet për përfituesit. Do të jetë e njëjta masë financimi si në çdo vit, por do të rrisim element të kontrollit, duke rritur masën e kontrollit sipas një metodologjie të re të riskut që të përfitojë fermeri i cili e meriton, është ai që punon tokën.